Gruaja ka qenë në islam e para e cila e ka themelu universitetin. Islami e ka ngrit lart. Dëshmorja e parë, dëshmori i parë në islam ka qenë gru Sumeja. Gruaja në islam nuk është për me u izolu, për me u mbyll. Mirë po islami gru si ka thanën me qenën e lirë, çka ta lejon fiziku i yt, ti me qenë aktive. Islami nuk ja ka ndalu shkollimin, po përderisa ulemaja islamit i kanë ekspozu këtë thanje të islamit, të Kur'anit, të Zotit, të profetit, gruaja ka qenë në islam e para e cila e ka themelu universitetin. Gruaja muslimane, kur fillun muslimanët me e tregu grun vetëm avret, nuk guxon me pa kërkush, nuk guxon me bisedu askush me ata. Bile aja do të me shkuan aty me marrë certifikatën e lindjes edhe veç mi thonë si me menjëse mja shkru kështu, se haram është me ndëgju zonin e saj. Kur fillon fetarët në këtë formë ull identitetin, krenarien, kredibilitetin e saj, e kemi bishtin e dynjas. Islami e ka ngrit lart. Dëshmorja e parë, dëshmori i parë në islam ka qenë gru Sumeja. Dëshmorja e parë, po kur janë praktiku mësimet e islamit ashtu qysh janë, jo për dëshira dhe për teke personale, ka qenë në piedestalin më të lartë të shoqërisë dhe i ka shërbyer mbar njerëzimit. Kur fillun me mbyllën, e pastaj ajo me dal me thyket mbyllje dhe me urrejt gjithçka morale, gjithçka njerëzore, dikun disa shoqërie kanë bën një lejman që e shtrydh kush do, kur do, sa herë të do. E islami ka thonë ti je një trëndafil që nuk guxon më të kput gjithkush dhe më të marr arum gjithkush.